Mistri është një nga kulturat më të rëndësishme bujqësore në Maliq, ku toka pjellore dhe klima e favorshme krijojnë kushte ideale për rritjen e tij. Gjatë muajve të rritjes, kujdesi ndaj mistrit është i vazhdueshëm. Baditja në kohë, pastrimi i barërave të këqija dhe mbrojtja nga dëmtuesit janë disa nga hapat thelbësor që çdo fermer ndjek për të siguruar një prodhim të bollshëm. Në kushtet e sotme të temperaturave të larta dhe thatësirave të shpeshta, baditja ka marrë një rol edhe më të rëndësishëm, pasi mungesa e ujit ndikon drejt për drejt në zhvillimin e kallirit dhe rendimentin e përgjithshëm. Kultura e misrit që është mbjellë shpejt, në periudhën më të shpejtë, është në kohën, mund të jetë tash në kohën e ujitjes, si proces, është në lartësinë mbi 1,5 metra. Kurse ka që është mbjellë me vonesë, sipas llojit të misrit, është në kushte mbushje, konkretisht kultivohet mezetar, kur është në që arrihet procesi në një distancë prej rreth 30 cm, mbushet, kultivohet edhe mbushet mezetar, me mjete mekanike. Kur kalon si distancën mbi 50 pont që nuk hyn zetori, atëherë bëhet mbushja me krah, me metodën e parë. Po mos rashi që të bëhet plenimi gjufkor me të mustaqet e mistrit, që të bëhet plenimi, nuk ka prodhim. Kështu që varet shumë. Si tërë kulturat e tjera, nga temperatura e lartë ka deme edhe mistri. Pavarësisht se është bimë foragjiere. Në qarkun e Korçës, kultura e mistrit zë një sipërfaqe toke të konsiderueshme me rreth 6.000 hektar të mbjella. Rritja e cilësisë së farave, duke përzgjedhur ato me prodhimtarinë më të lartë si Advanta dhe Kalb, pionere të tjerë, si dhe futja e mekanikës bujqësore të teknologjisë së përparuar, ka ndikuar pozitivisht në rritjen e rendimentit të prodhimit të mistrit.